Nata e dytë e festivalit Selam Fest u boj qindra qytetar, ku kjo natë ishte natë me shumë program të pasur, ku falenderimet fillimisht shkuan për kompaninë ndërtimore Hoxha dhe po kështu për Konakun, që kanë mundësuar organizimin e këtij festivali pas angazhimit të palotur të Bashkësisë Islame. Mbrëmja filloi me recitimet e nxënësit të mektebit Suhejl Gjaferi me recital nga Kurani, nxënësi i mektebit Ajan Hasani me këngë për heroin Tahir Sinani. الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Katro poja në beris, vjeni kong malsie, dhe nga zemra shqip një snan, vjere zelirie. Një mas lufte me shumë triman, qeshur nga pastriku, vjen ta irin nga tropoja, dor automatikun. Vjen ta irin nga tropoja, dor automatikun. Ka marr vllazën me sin tuj, digjoni njerë. S'mund të dal para ushtarve, pa ma dhanin der. Pas kësaj, imami Ardian Sejdiu, imami Gjamisë Koha Ferizaj, mbajti temën sfidat e shoqërisë bashkohore. Se jeta kësaj bote i ka dy anë të medaljes, i ka dy faqe. Në njërën anë të medaljes e kësaj jete janë gjërat e bukura, të leta, ato që i don njeriu, i promovon, i ndjek, e kështu me radhë. Dhe në anën tjetër të medaljes e kësaj jete janë vështërsitë, sfidat me cilat mund të ballavaçohen shoqëritë, pavarësisht vendin dhe kohën ku jetojnë. Edhe ne kur i referohemi kësaj teme, sfidat e shoqërisë bashkohore, jemi po ata të cilët do t'i përjetojmë pothuajse gati të gjitha ato sfida që kanë përjetuar paraardhësit tanë. Dhe një prej tri sfidave me cilat po ballavaçohemi sot, shoqëria bashkohore, është keq informimi të ndershëm vëllezër e motra. Informimi i sakt është detyrë e cila duhet të arrihet në mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse përmes informimit të sakt për Zotin e Madhreshëm, për jetën, për familjen, për objektivat, për gjërat e bukura të jetës, ne i arrim qëllimet më të mira të jetës. Ndërsa mos informimi i sakt për Zotin e Madhreshëm, për jetën, për pikpamjet e jetës, për qëndrimet e jetës, e çon njeriu në shkatrim besipër. Pra është një porosi e thellë për Zotit të Madhreshëm, dedikuar njerëzve që të informohen mirë për gjërat e jetës, sepse informimi i gabuar mund ta dërgon njeriu në destinacion të gabuar. Të gjithë jemi dëshmitar nëse ne marrim një rrugë të gjatë dhe gabimisht ja japmi dhënat për shembull GPS-it. Ku na çon nëse japi dhëna gabimisht? Na çon në një vend ku se duam ne. Atëherë nëse ne gabimisht informohemi për jetën, ku na çon fundi jetës? Derisa këngëtarja Selma Bekteshi mbajti një performancë artistike këngë ilahi. Derisa në skenë erdhi dhe këngëtari Allaj Beg, pasi që këngëtari Meda Mehedin Përgjegjaj nuk arriti të vinte në këtë festival për shkak të angazhimit të tij që kishte pasur. Këngëtari Allaj Beg ngëriti në këmbë të pranishmit me këngën e Adem Jasharit dhe performimin e mëtejm, ku së fundmi u shfaqe filmi Zem Zem i autorit Fatmir Muja. Egoizmit krenaris, pastroj nga e keqja zemra tona, na mbyt në vetin tënd të dashuris. Merna në strehan e mëshirës tënde, na mbro prej egoizmit krenaris, pastroj nga e keqja zemra tona, na mbyt në vetin tënd të dashuris. Bën
shkon një ezan, më thon shkupe Kumanov, Feriza ime te top, jam me vite gurbeqar, musliman e shqiptar. Të lutem o Zot, brëmje agim, dërgo shumë mëshirë mbi popullin tim.